Sot në Kosovë filluan manifestimet 3 ditëshe me rastin e 16 vjetorit të fillimit të luftës armatosur, e cila mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Udhëheqësit politik të Kosovës thanë se sakrifica e dëshmorëve çon pavarësinë e vendit që sot, pas 6 vjetësh, është njohur nga mbi 100 vende të botës, por kundërshtohet nga Serbia dhe aleatët e saj. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Në Kosovë filluan sot manifestime 3 ditëshe në përkujtim të 16 vjetorit të betejës së fshatit prekaz të komunës së Skenderajt, e cila shënoi dhe fillimin e luftës gati 2 vjeçare në Kosovë. Më 5 mars të vitit 1998, forcat serbe rrethuan familjen Jashari në këtë fshat. Gjatë disa ditë luftime humbën jetën 54 anëtar të familjes, përfshirë edhe Adem Jasharin, që shqiptarit e njohin si komandant legjendar të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës. 10 vjet pas asaj beteje, Kosova shpalli pavarësinë e saj, e cila deri tash është njohur nga mbi 100 vende të botës, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe vendet më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, ndërsa vazhdon të kundërshtohet nga Beogradi. 16 vjet pas betejës së Prekazit, Kosova përballet me problemin e tejkalimit të trashëgimive të luftës. Edhe më tej nuk dihet asgjë për fatin e rreth 1700 personave të zhdukur, pjesa më e madhe të cilëve të përkatësisë kombëtare shqiptare. Udhëheqësit më të lartë të Kosovës thanë sot se asnjë arritje në Kosovë nuk mund të përfytyrohet pas sakrificën e qytetarëve të saj dhe të ish ushtrisë çlirimtare që hapi një kapitull të ri atë të lirisë së Kosovës. Një ditë më parë, qeveria e Kosovës vendosi që pasardhësia kësaj ushtrie, Forca e Sigurisë së Kosovës, të shndrohet në forcat e armatosura, që do të kenë mbi 5000 pjesëtar aktiv dhe 3000 rezervë. Ngritja e forcave të armatosura të Kosovës nënkupton miratimin e ligjit për formimin e tyre dhe ndryshime në kushtetutën e vendit. Veprimet e tilla kërkojnë 2/3 e votave të gjithë deputetëve të parlamentit dhe 2/3 e votave të pakicave kombëtare, të cilat kanë kërkuar hapjen e kushtetutës për të siguruar një përfaqësim të gjerë në institucionet qendrore të Kosovës. NATO-ja ende nuk ka komentuar vendimet e qeverisë së Kosovës për themelimin e forcave të armatosura, ngritja të cilave pritet të ndodhë nëpër disa faza, ndërsa autoritetet serbe thanë se këtë vendim do ta diskutojnë në takimet e radhës në Bruksel me ndërmjetësuesit e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.